Partia Demokratike e Kosovës i sheh edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme si një prej mënyrave të mundshme për kapërcimin e ngërçit institucional. Zyrtarët e kësaj force politike janë shprehur se PDK nuk është i interesuar për zgjedhje të reja, por është e gatshme edhe për këtë variant. Është hera e 5 që qytetarët e Kosovës por i konfirmojnë mbështetjen për PDK-n për punën e mirë që ka bërë deri më tani në qeverisje. Jam i sigurt se edhe nëse shkohet në zgjedhje, bloku bllokues do ta marrë ato që meriton. Goditjen me votë të qytetarëve të Kosovës. Pra, nëse shkojmë në zgjedhje, jam shumë i sigurt se PDK-ja do të korrë një fitore të thellë dhe bindëse, ka deklaruar për mediat nënkryetari i kësaj partie Adem Grabovci. Ndërsa zyrtarët e koalicionit opozitar janë të mendimit se zgjedhjet e reja janë të panevojshme pasi ata e kanë shumicën e nevojshme për të formuar institucionet e reja. Më 18 shtator mbahet seanca parlamentare që është vijimi i asaj të 17 korrikut. Në këtë seancë pritet të zgjidhet kryetari i ri i kuvendit për t'i hapur rrugën më pas edhe krijimit të qeverisë.